Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e botrave, për të mirat e panumërta që na i ka dhuruar. E një ndër mirat më të mëdha është që në Islam na ka udhëzuar dhe me Islam na ka nderuar. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë vulës profecisë zotriut njerëzisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij, bujar dhe besnik, neve dhe gjithë atyre që vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij me seriozitet dhe sinqeritet deri në ditën kur do të dalin para Allahut subhanahu wa taala, e për të cilën ditë thot Allahu në Kur'an: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim." Atë ditë thot njeriu kur do të dalë para Allahut, nuk do t'i bëj dobi as malli dhe as evladi, përveç atij njeri i cili është kthy tek Allahu subhanahu wa taala me një zemër të pastër. Dhe të nderuam, çdo njeri prej nesh, çdo njeri prej nesh e kërkon kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe friksohet nga hidhërimi i Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, si e fiton ka robi kënaqësinë e Allahut dhe u largon ka nga gjërat që e hidhrojnë atë. Këtë mas miri na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith madhështor të transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cekën 3 gjëra me të cilat fitohet kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala dhe 3 gjëra me të cilat fitohet hidhërimi Allahut subhanahu wa taala. Në hutben e sotme do t'i marrim vetëm 3 gjërat e para me të cilat fitohet kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala, ndërsa 3 tjerat në hutben e ardhshme. Dhe zot të nderuar, me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur po e vendosën një busoll para nesh dhe po na tregon rrugën me të cilën fitohet kënaqësia e Allahut dhe rrugën me të cilën u fiton ka hidhrimi i Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha yarda lakum thalatha an ta'budu." أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Pra vërtet thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar i pëlqen 3 gjëra për jush. Kënaqet Allahu subhanahu wa taala nëse ju i veproni këta 3 gjëra dhe punoni me këto 3 gjëra. E para prej tyre, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala, pa i shoqëru atij shok në këtë adhurim, pa i shoqëru Allahut ortak në adhurim. E dyta thot, është kapja fort për litarin e Allahut subhanahu wa taala, dhe e treta gjë që kënahet Allahu thot është që ju mos mu përça ndërmjet vetes. Dhe do të nderuam, ky hadith i përmban themelet e fesë dhe udhëzimin për jetën tonë të përditshme. Fillon ta komentojmë hadithin prej fillimit. Pra fjala e parë të cilën e cekën pejgamberi thot inna Allaha. Kjo inna Allahe kur e përthem tamam në shqip inna, do të thonë me të vërtetë që Allahu. Dhe kur pejgamberi e cekën këtë fjalë, do të thonë që ajo që vjen pas kësaj fjale është shumë e rëndësishme dhe duhet mu majtë mirë në mend. Dhe vazhdon dhe thot yerda, pra inna Allahe yerda lakum, është i kënaqur Allahu pra me ju. Dhe zot të nderuam,
ku ka kënaqësi më të madhe për një musliman se kur e mëson rrugën me të cilën nëse punon në atë rrugë Allahu kënaqet me të. Pa kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala është lumturia më e madhe në këtë botë për njeriu. Ndërsa hidhrimi Allahut subhanahu wa taala është dënimi më i madh për njeriu. Dhe vazhdon pejgamberi dhe i cekën pra këto 3 gjëra. Dhe dietarët vëllezër të nderuar thonë që këta 3 gjëra janë si bosh në të cilën sillet gjithë jeta e njeriu. Pse? Pra adhurimi i Allahut dhe mos shoqërimi atij shok në adhurim është pra lidhja me krijuesin. E dyta është lidhja me fen, pra kapja fort për litarin e Allahut, dhe e treta lidhja me njerëzit. Pra ky është trekançi, u thonë dietar gjithë jeta e njeriu sillet ato. Lidhjen me krijuesin, lidhjen me fen, edhe në anën tjetër lidhjen me njerëzit. Fillon vëllezër të nderuar prej pikës parë, ti shpjegoj shkurtimisht dhe më rëndësishmja ti kuptojmë se janë shumë të rëndësishme. Pra para, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, adhurimi vetëm i Allahut, pa i shoqëru atij shok pra në këtë adhurim. Vëllezër të nderuar, qëllimi më madhështor i njeriut, pra i ardhjes njeriut në këtë botë është kush? Është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Sepse këtë e tha vetë Allahu, ku tha nuk i kam kriju gjindet dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. Pra ky është qëllimi më i madh. Ndërsa në anën tjetër, nëse i shoqëron Allahut diçka në këtë adhurim, thot Allahu subhanahu wa taala, inna shirka la dhulmun adhim. Pra kjo është padrejtësia, zullumi më i madh që njeriu mundet mi bë vetes. Ta kupton vëllezër këtë, ta sqaron pra edhe më qartë në detaje. Pra kjo vëllezër të nderuar nuk kupton tauhidin. Pra tauhidi nuk është vetëm me thënë la ilaha illallah. Nuk është pra vetëm shahadeti dhe u kry. Mirë po është të jetumonit sipas kësaj fjale. Çfarë do të thotë kjo? Që lutja jote që ti e bën këtë botë të jetë e drejtuar vetëm Allahut subhanahu wa taala. Shpresa që ti kënë këtë botë mas shpresej prej kërkuj tjetër vetëm se prej Allahut subhanahu wa taala. Frigën që e kënë këtë botë mas t'ja kesh frigën askuj përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kurbanet që ti i therën, mos therën në emër të kërkuj tjetër përveç se në emër të Allahut subhanahu wa taala. Betimet që ti i bën t'jen vetëm në emër të Allahut subhanahu wa taala. Shpesh ndëgjojmë njerëz që betohen në gjëra tjera përpos Allahut. Betohen ditën, betohen natën, betohen babën, nanën, betohen bukën, vëllezër të nderuar. Gjitha këto janë ata që mund ta shkatërrojnë besimin në Allahun subhanahu wa taala. Janë gjëra që ndoshta ne nuk i kushtojmë rëndësi të madhe, mirë po janë gjëra që në anën tjetër e shkatërrojnë besimin ton, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot vdes duke thirrë Allahun subhanahu wa taala, pra duke besu pastër në Allahun subhanahu wa taala, pa i shoqëruar atij shok në besim, e ka fitu xhenet. Mirë po në anën tjetër thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, sikur një njeri thot, pra me mba shirk mu, me mba ortak mu, veprat e tia, thot Allahu, sa do veprat mëdhaja të ketë, e sa do veprat mira të ketë, nëse më ka bë mu shak, thot Allahu, veprat e tia, thot shkatërrohen dhe ai njeri bëhet prej të humbunve. E kështu vëllezër të nderuar, nëse njeriu në këtë botë i lutet dikuj tjetër përpos Allahut, shpresen nga dikush tjetër përpos Allahut, betimet që i bën në emër tjera kuj përpos Allahut, gjitha ato munden me prish këtë tauhidin apo besimin ton të pastër, dhe këtë do ta ilustroj me shembull nga jeta jonë e përditshme. Vëllezër të nderuar, një musliman që e ka kuptuar besimin e pastër në Allahun subhanahu wa taala, kur sëmuret, pra ai i drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Thotu Allah,
ti e shërusim, shëramu me shërim të plot, e pastaj pas kësaj shkon tek doktori dhe i merr ilaçet, i merr sebepet, pra që është një gjë që Allahu subhanahu wa taala na ka leju. Por mas pari çka bën? Kërkon ndihmë prej Allahut. Kjo është ajo që duhet me bërë. Por gabimi që e bëm shumica nga ne është që mas pari kur kemi sëmundje i drejtohen a kuj, i drejtohen a doktorit, i drejtohen a ilaçeve, e nëse në fund fare nuk kena gjetë shërim, ma vonë i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala. Pra shpresom në diçka tjetër përpos Allahut subhanahu wa taala. E kjo është ajo që thash më herët, e dëmton tauhidin apo besimin, se jetë i shoqëru Allahut shok në diçka, jetë i shpresu në diçka tjetër përpos Allahut subhanahu wa taala. Një njeri kur është në vështirësi financiare, e që e ka imanin, besimin e pastër, aja lutën Allahun subhanahu wa taala, i thot o Allah, më furniza me furnizim halal, sepse jam në vështirësi. Ndërsa ajo që bëm gabim shumica nga nesh është që ne më parë i drejtohena, i lutena njerëzve kur kena probleme financiare. E nëse nuk gjem zgjidhje tek njerëzit, pastaj në fund i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala, e që kjo vëllezër të nderuar është shumë gabim, e pastaj shumë gjana tjera. Për shembull hudrat apo gjanat që i vendosim për mbi dyrë të shtëpiave tona, kurbanet që i therim në temele kishe me na pri Allahu të marrën, ujin që e derdhim rrugë kishe me ecë jeta ati njeri si uji, gjitha këto vëllezër të nderuar që ka shumëta e që shumë nga ne i bëm, gjitha këto e dëmtojnë besimin e njeriut dhe din njeriut mi nxjerr prej feje, sepse njeriu me këta gjana besen në diçka tjetër që ka fuqi absolute përpos fuqisë Allahut subhanahu wa taala. E kjo e shkatron besimin e njeriut. Pastaj vëllezër të nderuar, këtë është mirë që më mësu secili prej nesh, edhe me ja kallëzu atyne që nuk e din apo që i shohim që i bajnë këto gabime. Muslimani i vërtet beson se furnizimi vjen vetëm prej Allahut. Friga është vetëm tek Allahu. Gjithë qka e mirë qka i ndodhen është vetëm prej Allahut, dhe në fund të fundit mbrojtjen nga kush e kërkon vetëm nga Allahu, sepse thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Kush i mbështetet Allahut subhanahu wa taala, Allahu i mjafton atij njeri. Pra pika parë që tha pejgamberi që Allahu është i kënaqur me atë rob është që me besu Allahun pa i bashkë në asgjë. Pika e dytë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni fort për litarin e Allahut. Pra është pika e dytë, kapuni fort për litarin e Allahut. Vëllezër të nderuar, kush është litari i Allahut subhanahu? Litari i Allahut është, vëllezër të nderuar, Kur'ani dhe Suneti. Nëse një njeri është duke rënë humner dhe e shef një litar të fort, vetëm ai litar mund bëhet sebeb që mi pështu këtë njeri nga i ramunin humner. E litari i Allahut, pra Kur'ani dhe Suneti, është litari i vetëm që e pështon njeriu në jetën e kësaj bote për me fitu xhennetin. Vëllezër të nderuar, një familje, pra burri dhe gruaja, që kapen fort për litarin e Allahut subhanahu wa taala, pra kapen fort për Kur'anin dhe Sunetin, në atë familje mbizotron qetësia. Fëmijët e asaj familje rriten me Islam. Dhe problemet që ndodhin në atë familje zgjidhen me zgjidhjen e shariatit. Në një shoqëri që është e kapur fort për Kur'anin dhe Sunetin, ajo shoqëri largohet nga shikimet në haram, e ruan gjuhën e tyre prej mëkateve, dhe ajo shoqëri ndjek moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa një shoqëri që është larg litarit Allahut vjen në rrugën e shejtanit. Në punë dhe biznes, ai që kapet fort për Kur'anin dhe Sunetin, bën tregti me halal, largohet nga kamata dhe tradhtia. Ndërsa ai që është larg Kur'anit dhe Sunetit, ai nuk shikon. Ai e fiton bukën edhe me mashtrime, e fiton edhe me haram, edhe me padrejtësi, dhe kështu e humbet bereqetin.
Pra pika e dytë vëllezër të nderuar është kapja fort për letarin Allah. Dhe pika e tretë dhe e fundit është ku thot pejgamberi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mos u përçani thot ndërmjet vetes. Vëllezër të nderuar, bashkimi i muslimanëve është më i vlefshëm se çdo gjë tjetër. Përçarja në mesin ton, hidhrimi në mesin ton, mos folja me njëri tjetrin e dobësojnë umetin, ndërsa uniteti vëllezër të nderuar e sjell forcën dhe mëshirën. Përçarja është arma e shejtanit vëllezër të nderuar. Allahu subhanahu wa taala na paralajmëron ku thot wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Thot mos u përçani në mesin tuaj, sepse nëse keni mu përçar, nëse keni mu hidhru me njëri tjetrin, nëse keni mu grind, nëse s'keni me fol me njëri tjetrin, keni mi largu vllazni lëkun për njëri tjetrit, që thot Allahu subhanahu wa taala, keni me dështu thot, edhe ka mu hek fuqia prej jush. Kena mu bë ummeti dop. Pra përçarja që thot Allahu e sill ka dobësi dhe shkatrimin ton, pra i ka fuqia nga ummeti nëse ne u përçonkëm ndërmjet njëri tjetrit. Vëllezër të nderuar, kur xhamati pra në shoqëri, kur xhamati e ka kriter fen, në atë shoqëri ka me mbizotru dashuria, ka me mbizotru vllazëria, ka me mbizotru ndihma, ndërsa në një shoqëri nëse nëse nuk janë këto të parat, pra nëse nuk është qëllimi për me fitu kënaqësinë Allahut, kush ka me dominu? Ka me dominu thashëthejmet, ka me dominu zilia, ka me dominu inati dhe kështu xhamati ka mu qa dhe ka mu dobësu. Vëllezër të nderuar, kur muslimanët kanë mu bashku rreth fesë Allahut, rreth librit Allahut subhanahu wa taala dhe udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë mu bë si një trup i vetëm. Kanë me qenë të fortë dhe kanë me qenë të respektuar nga çdo kush. Por kur secili prej nesh ka me ndjek epshet e veta, ka me ndjek ideologjinë e vet, apo interesin e tij personal, atëherë vëllezër të nderuar, kështu kemi me ra në përçarje dhe kemi mi humb forcën. Pra vëllezër të nderuar, mos t'i harrojmë këto 3 pika shumë të rëndësishme. E para që tha pejgamberi, adhurimi Allahut dhe mos shoqërimi në këtë adhurim shumë. E dyta, kapja fort për litarin Allahut, për Kur'anin dhe Sunetin. Dhe e treta, mos përçarja në mesin ton, janë gjëra që shkojnë pra dorë për dore me njëra tjetrën. Bashkimi i muslimanëve vëllezër të nderuar, ta kemi qartë se nuk vjen as nga flamujt, nuk vjen as nga gjuha, nuk vjen as nga kombi, mirë po vjen nga udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj kush ka më lidh fort për udhëzimin e Allahut ka me pas unitet. Kush ka mi lëshu këtë rrugë ka me rënë përçarje. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë prej atyre që do të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala pa i shoqëruar ti shok. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë prej atyre që kapen fort për Kur'anin dhe Sunetin. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë prej atyre që nuk përçohen në mes vetes. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bashkoj zemrat tona në vërtetën dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Thuani amin. Amin wa quli qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafur.